Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falendrimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli I ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Emri I radhës I Allahut Azza wa Jall është El Hafiz dhe El Hafidh. Cili është dallimi mes këtyre dy emrave? Është interesant që këta dy emra në Kur'an janë përmendur dy emrat nga dy herë. Dallimi është se El Hafidh është Allahu Azza wa Jall, ai I cili I ruan besimtarët me një ruajtje të veçantë. Ndërsa El Hafidh është ai I cili I ruan krijesat e tij në përgjithësi subhanahu wa ta'ala. Alayhi salatu wassalam, kur ka dashur sahabët radhiyallahu anhum ajma'in mi lidh me Zotin xhallahu ala, mi ambush zemrën me iman besim, prej tyre Ibn Abbasin, që ka dashur me përgatit qysh në vegjëli, për të qenë nesër një thirrës I madh dhe dietar I madh, ndër këshilla që I tha ihfadhillaha yahfazuk. Ruaj Allahun Azza wa Jall, Allahu do të ruaj ty. Allahu Azza wa Jall e ruan robën e tij, por do ta kuptojmë vijim se për çfarë ruajtje e kemi për qëllim. Ruajtja e Allahut Azza wa Jall karshi krijesave të tij është dy lloje. Ruajtja e përgjithshme. Allahu Azza wa Jall ka kriju qiejt, tokën, inna Allaha yumsiku as-samawati wal ard an tazula. Allahu Azza wa Jall I ruan qiejt edhe tokën që mos të zhdukën ato. Po mos ishte kujdesi I Allahut dhe ruajtja e Allahut Azza wa Jall, ato nuk do të mund të qëndronin në këtë formë. Allahu I ruan njerëzit edhe të mirën edhe të keqet nga gjërat e përgjithshme, por ajo ruajtja e veçantë që na kemi për qëllim këtë ligjërat është ruajtja e veçantë e Allahut për robërit e tij të zgjedhur. Për shembull, Allahu subhanahu wa taala e ka ruajt pejgamberin alayhis salam nga shumë dëme, nga shumë sherre, të cilat sherre kanë paraparë dhe kanë dashur idhëtarët me abu atij alayhis salam. Për të arsye, Allahu I tha pejgamberit, ja ju rasul belligh ma unzila ilayka min rabbik. O ti pejgamberi Allahut, kumtoja njerëzve atë që ka përshpall Zoti jot. Wallahu yasimuka minan nas. Pastaj ndërtoi tha, Allahu të ruan ty, të mbron ty nga sherrri edhe dëmi I njerëzve. Zoti xhallahu ala I ruan muslimanët nga fatkeqësitë, nga belat. Për të arsye Allahu tha lahum muqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi. Allahu Azza wa Jall ka saktu dy meleke që e ruajnë muslimanin para dhe mbrapa. Edhe tha yahfazunahu min amrillah, I ruajnë musliman nga saktimet e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar për kujdesin e tij të veçantë, për Kur'anin famlart, që e vrem se tek të gjithë librat qiellor që kanë zbritur nga Allahu Azza wa Jall ka pas ndërhyrje dora njerëzore. Ndërsa për Kur'anin tha Allahu Azza wa Jall, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na kemi zbrit Kur'anin, edhe na kemi marrë përsipër me rujt atë. Allahu I ruan besimtarët edhe në aspekte tjera. Për shembull, aspektin e besimit. Allahu të ruan logjikën tonë, mendjen tonë, zemrën tonë nga lejthitet e ndryshme, nga devimet e ndryshme,
sidomos në çështje të imanit, besimit. Pastaj Allahu është hafidh, se i ruan robët e tij edhe veprat e robëve të tij. E ke bëni punë para 20 vjetëve, ke vdekje, ke harru, do ta gjesh për Allahu Azza wa Jall. Pse? Allahu është hafidh, Allahu ta ka ruajtur këtë punë tonë. Allahu i ruan musliman nga dëmët dhe sherrët që i bëhen nga të tjerët, shejtanët, pastaj edhe të tjerët. Për shembull ka thonën: "O me ya'shu an dhikri rrahmani, nuqayyid lahu shaytanan, fa huwa lahu qarin." Kush largohet nga përmendja e Allahut, Allahu më nuk e ruan, ka me qenën kujdesari i tij shejtani mallkum, Allahu na ruaj. E nëse shejtani bëhet kujdesari jot, atëherë ka me të ardhur çdo e keq dhe çdo bela. Për të arsye besimtari lidhet për Allahun Azza wa Jall. E don Zotin xhelalu ala, i ruan kufit Allahut Azza wa Jall që Allahu më ruajt. Para mendoni të ndorë Allahu sa sherrri edhe dëmi na bëhet neve dhe planifikohet neve me na u bë. Por Allahu Azza wa Jall i prish kurthet e tyre. Allahu na ruan nga sherrri dhe dëmi i dhujtarëve, i atyre që na dojnë të keqen dhe dëshirojnë na destabilizu jetën tonë, vendin tonë, fen tonë. Dhe kjo është Zoti jon. Ai ruan robën e vet. Dhe muslimani kur e kujton që Allahu është hafidh, hafidh, i mbushur zemra me iman, nga se kudo që është, Allahu e ruan. Kudo që është, Allahu e mbron atë. Kjo duhet neve me na dhon krenari, kurajo, që me pas besim më të fortë Zotin ton, me shtu dashurinë ndaj Allahut Azza wa Jall, edhe me kërku kudo që jemi mbrojtjen e Allahu subhanahu wa taala. Për atë Allahu Azza wa Jall, Allahu khalaqa kulla shay'in thumma hada. Allahu Azza wa Jall e ka kriju çdo gjë edhe pastaj e ka udhëzuar çdo kënd me e përdor atë që duhet me u përdor mjetin e fjalë apo çështja në fjalë. Andaj Allahu Azza wa Jall na ruan neve imanin ton, besimin ton, punët e tona të mira dhe ruan nga lajthithet dhe devijimi. Elusim Zotin e Madh që Allahu na ruaj nga çdo e keqe. Elusim Allahu Azza wa Jall që Allahu na ruan veprat tona të mira, edhe të ku dalim para Allahut të gjejmë ato dhe të gëzohemi edhe të kënaqemi me Zotin xhelalu ala. Në takimin e ardhshëm ju dëshiroj agjërim të lehtë dhe të pranuar. Elu Zotin e Madh që Allahu na fal mëkatet në këtë muaj të falës. Elhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمة الأذريمة تكون vetëm Allahut Azza wa Jall salavatet dhe selamet e dërguar Muhammedit alayhi salatu wassalam paqja dhe mëshira e Zotit xhelalu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi tek cikli ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Jemi në emrin e radhës, i cili është cekur vetëm në dy vende në librin e Allahut Azza wa Jall. Është fjala për emrin El Hadi, që do thotë orientuesi apo udhëzuesi i çdo gjëje subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall është ai i cili i ka kriju krijesat e tij. Njëkohësisht i ka orientuar nga ajo që është e dobishme për ta. Allahu Azza wa Jall ka thonë në Kur'an: "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Mjafton o Muhammed sallallahu alaihi wasallam që Zoti jot është ai i cili është udhëzues për ty dhe muslimanët, edhe është ndihmëtar i juve. "Wa inna Allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim." Pra tha Allahu Azza wa Jall, Allahu është ai i cili ka udhëzuar ata që kanë besuar në rrugën e vërtetë dhe rrugën e drejtë. Allahu subhanahu wa taala është e vërtetë që është udhëzuesi i çdo gjëje, por udhëzimi dhe hidajeti i Zotit është në dy aspekte. Aspekti i parë është i veçantë, el hidaya amma, edhe el hidaya khassa. Aspekti i dytë është edhe hidajeti apo udhëzimi, do thotë i veçantë. I pari i përgjithshëm, i dytë i veçantë. Çka ne kuptojmë me të parin si udhëzim i përgjithshëm? Udhëzimi i përgjithshëm është Allahu Azza wa Jall
i ka kriju krijesat, edhe i ka udhëzu ato me mësu gjuhët e ndryshme, i ka udhëzu ato me kuptu se cila është ana e djathtë, cila është ana e majt, i ka mësu ato krijesa se cila është lindja perëndimi veriu, i ka mësu krijesat si me përdor atë element apo këtë element, e ka mësu edhe fëmijën i cili nuk di të flas se si ta thith xhirin e nënës së tij, e ka mësu fëmijën se si të kërkojë nga nana ushqim. Andaj kjo është Allahu El Hadi, udhëzues i cili ka udhëzuar gjitha krijesat me udhëzim të përgjithshëm. Qysh me jetu, qysh me frimu edhe kështu me radhë. Ndërsa udhëzimi i veçantë është udhëzimi që Allahu e ka bërë ekskluzivisht për ata të cilët i don Allahu Azza wa Jall. Andaj ne që po agjërojmë, ne që jemi prezent këtë muaj të bekum, Ramazan është që Allahu na ka dalluar nga shumë krijesat e tij. Na ka nderu dhe na ka udhëzu. Për të arsye Allahu kur ka folë për njerëz të zgjedhur ti çka thot? Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ata të cilët janë musliman të devotshëm pejgamberët e të tjerët thonë falënderimet e Allahut që na ka udhëzuar në këtë Islam. Po mos të ishte begatia Allahut, ne nuk do të mund të udhëzoheshim vet. Andaj na që jemi këtu, jemi të veçantë. Na ka dalluar për tjerëve Allahu dhe duhet ta falenderojmë Allahun për këtë udhëzim dhe ta lutim Allahun të na ruaj këtë hidajet. Udhëzimi i veçantë është udhëzimi i zemrave. Udhëzimi i logjikës për hajër dhe mirësi. Andaj Allahu na ka begatuar neve me këtë udhëzim dhe ky udhëzim nuk blehet me çmim, se s'ka çmim që mund të paguën udhëzimin e Allahut Azza wa Jall. Allahu na ka treguar që ky hidajet, ky udhëzim duhet murujt, mu kultivu, me vdek me to. Edhe të na ka bo obligim namaz me lexu surën Al-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqim. Mas pakti 17 rekata farz, çka thu? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Robi jam kërkon që me udhëzu rrugën e drejtë. O Allah, udhëzom rrugën e drejtë. Allahu premton që ka me udhëzu robin që kërkon me udhëzu në rrugën e drejtë. Dhe Allahu na ka bo mas paku 17 herë obligim namaz me thonën këtë dua dhe këtë lutje. Allahu e ka sjell udhëzimin mesin e njerëzve përmes sa elementeve dhe shkaqeve. Elementi i parë është Allahu Azza wa Jall ka dërgu pejgamberin alayhis salam që përmes tij me udhëzu njerëzit në rrugën e drejtë. Argument ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim." Me të vërtetë o Muhammed, përmes predikimeve që unë po t'i mësoj, po t'i servoj, i udhëzon njerëzit për rrugën e drejtë. E dyta është përmes librave, argument Kur'ani. Ky libër që kemi para vete, muaji i Kur'anit. Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Ky Kur'an nuk ka dyshim te, është udhëzues për të devotshmit. Pastaj Allahu ka sjellë pejgamber tjerë para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Argument: ulaika alladhina hadahumullah fa bihudahum muqtadi. Këto janë ata të cilët Allahu ka udhëzuar rrugën e drejtë. Mirë yrnek edhe shembull o Muhammed sallallahu alaihi wasallam se si duhet me qenë njeri i udhëzuar. Na kena për detyrë të ndruar agjëruese me ja kallëzu njerëzve të vërtetën. Udhëzimi nuk është në dorën tonë. Na nuk e dim kush e meriton me udhëzu, na bojmë sebepin. Pejgamberi sa mu morzit për Ebu Talibin. Edhe Allahu e pa që është ngushtuar gjoksi të dërguarit e tij. Çka i tha? Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ti nuk ka mundësi me udhëzu këtë dushti. Allahu është ai i cili udhëzon njerëzit. Dhe Allahu e din se kush e meriton udhëzimin. Çaj ti ju ke drejtuar ti, ka mundësi është përcaktuar për xhenem, nuk e meriton udhëzimin, mirë po kjo nuk kupton që na mos me bota vet. Mos me thënë njerëz rrugën e tij, nuk e dim kush ka me shkuën në xhenem. Kush e meriton e kush nuk e meriton udhëzimin. Dhe kjo nuk është padrejti nga Allahu. Pa Allahu me dijen e tij e din se kush e meriton këtë udhëzim, se çuç ka thonë pejgamberi, Allahu pasurinë, pushtetin, bukurinë, ja jep të mirit, keqin, ama hidayetin, udhëzimin në iman. Ja jep vetëm atij që e thon Allahu Azza wa Jall. Andaj ky udhëzim është i shtrejtë. Allahu të ka veçu, të ka ndaru prej krijesave tjera, andaj jeto me këtë udhëzim, edhe mundohu me vdek me udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu na shtoj hidayetin e udhëzimin, na mundsoj me jetu me këtë udhëzim, edhe me vdek me këtë udhëzim. Zotit e masimin, walhamdulillahi rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدريمة الأذريمة إتاقوين بتم الله عز وجل صلوات والسلامة يدرغين محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qof mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnikë dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut azza wa xal. Jemi në emrin e radhës të bukur të Zotit xhallahu ala, i cili emër është El Khaliq, krijuesi, ai i cili ka krijuar çdo gjë, ai i cili është krijues suprem subhanahu wa taala. Ky emër i bukur i Allahut azza wa xal gjithsej është cekun në Kur'anin famlart rreth 11 herë. Dhe çdo krijesë që ka krijuar Allahu azza wa xal tregon për atë se Allahu është krijues madhështor subhanahu wa taala. Për të arsye Allahu ka thënë: "Hadha khalqullah, fa aruni madha khalaqa alladhina min duni." Ky është krijimi i Allahut azza wa xal, na tregoni se çfarë kanë krijuar jashtë Allahut dikush prej krijesave të Zotit xhallahu ala. Fatabaarakallahu ahsanul khaliqin. Ilah madhruar është Allahu azza wa jall, sa krijues suprem subhanahu wa taala. Emri Allahut El Khaliq rrjedh nga fjala khalaqa, ka kriju. Dhe El Khaliq apo khalaqa përfshin dy kuptime madhështore. Kuptimi i parë është që Allahu azza wa jall na ka kriju apo ka kriju gjëra nga hiçi, nga asgjësendi, pa pasur shembull paraprak. Për të arsye Allahu tha badiu samawati wal ard. Allahu është shpikësi i qiellit dhe tokës. Nuk ka pas shembull paraprak. I kësaj krijimtarie, Allahu e krijoi tokën, qiejt nga hiçi, pa pasur ndonjë shembull konkret paraprak. Për Allahun është çdo gjë e lehtë, se ai është krijues suprem gjigant. Kuptimi i dytë që përfshihet nga ky emër i bukur i Allahut azza wa jall, të ndëruar agjëruese, është se Zoti xhallahu ala krijimtarinë ka përshtat çdo krijesë. Allahu akbar. Për shembull, na jemi njerëz. Edhe njerëz të tjerë ka për shembull në vende skandinavike, siç është Rusia. Edhe dim që atje temperaturat arrin deri -40 gradë, deri në -50 gradë. Dhe shkencëtarët evropian që kanë shkuar atje me bë eksperimente, rrafejnë dhe tregojnë se çfarë kemi pas me veti nga uji, nga pijet, të gjitha nuk kanë ngri. Është interesante, loti nuk është ngri, edhe nuk ngrihet. -50 gradë. A ka mujt edhe loti njeriu të më ngri? Ka mujt. Pse? Allahu i ka dhënë asi materie lotit që me përballu edhe -50 gradë mos më ngri. Nuk jemi të folë për ata njerëz që jetojnë në Rusi, jemi të folë për njerëz nga Evropa që kanë shkuar, Zvicër, Gjermania, me bë eksperimente. Se dikush mund të arsyetohet, këtë është rregull, apo është po, ata jetojnë atje, ju mësuar me këtë ambient. Jo, jemi duke folë për njerëz që nuk kanë mësuar me ambient -30 apo -40 gradë. Por ata sy Allahu azza wa jalla, inna kull shay'in khalaqnahu biqadar. Na kemi kriju çdo gjë me mos saktume ku duhet, edhe ja ka mundsuar që krijesa me u përshtat me krijimin që ka bëu Allahu azza wa jall. Allahu khaliqu kulli shay. Allahu është krijuesi i çdo gjëje që na e shohim apo dhe nuk e shohim. Allahu azza wa jall në surën Ali Imran ka cek ajete për të cilat ajete ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e lexon ajetin që do të lexojmë tash, edhe nuk mediton për këtë ajet, vaj halli për të. Tha Allahu azza wa jall, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Me të vërtetë në krijimin e qiejve, tokës, ndrimin e natës, ditës, ka argumente të qarta se ekziston një krijues gjigant suprem. Për ata që kanë mendje, për ata që kanë logjik të shëndosh. Gjithashtu Allahu në vijim të kësaj sure, këtyre ajeteve tha, atë që ka thonë robët e Zotit kur meditojnë rreth krijimtarisë së Allahut azza wa jall, çka thonë?
Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. O Allah, o Zoti jon, nuk i kriju këto gjëra kot se kote. Subhanak. I lartë madhruar jeti Gjelle wala. Allahu ka sfidu njerëz të shkencës, njerëz të dijes, duke thonë që bëhuni bashk edhe krijoni një mis të shembull që ka kriju Allahu azza wa jall. Ja ku keni shembull, bëjeni atë. Nuk kanë mundësi. Dhaufa talibu wal mathlub. Është i kot dhe i dopt edhe ai që kërkon edhe ajo për të cilën apo të cilën e cila kërkohet. Ma qadarullah qadri. Haka qadri, për të cilën Allah tha, ata nuk e kanë madhru Allahun, çu duhet me madhru Zotin xhella wala. Edhe i dhëtarët Quraysh, edhe ata të cilët e mohojnë Zotin, ata dinë që Allahu është Khaliq i çdo gjëje. Për shembull, Allahu i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah." Nëse pyeti dhëtarët me kas, mushrikinët, kush ka kriju qiellin dhe tokën, ata nuk thojnë idhulli, nuk thojnë kiput, apo nuk thojnë ajo. Ata thojnë la yaquluna Allah. Allahu azza wa jall, se Allahu është khaliku kulli shay. Allahu është krijues i çdo gjëje, subhanahu wa taala. Andaj kur njeriu dëshiron me madhru Zotin, mjafton me u ndal edhe me shikuar çdo gjë rreth vete, edhe para vetes, që Allahu ka kriju, që ky meditim t'i shtoj atij dashurinë ndaj Zotit xhela wala. Për dashuria Allahu na ka thirrë që të meditojmë rreth kësaj çështje, duke na thënë hiç mos shkoni më larg. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shkojni vetveten tuaj. Që ka kriju Zoti xhela wala. A nuk po logjikoni? A nuk po shihni? Allahu kur ka folë për krijimin e njeriu, çfarë ka thonë? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Me vërtet ne kemi nderuar njeriu. Pse o Zot e kemi kriju forma më të mirë të mundshme. Na ka dhënë logjik, me logjiku shëndosh dhe mirë, na ka dhënë sy të pamur, na ka dhënë të dëgjuar shiset e nuhaturit. Kërrej këto gjëra është Allahu azza wa jalla ai cili na ka dhënë dhe na ka kriju subhanahu wa taala. Elusmi Allahu azza wa jalla që Allahu na mësoj të kuptojmë drejt këtë emër. Dhe kuptimi i drejt i këtij emrit na shtohet dashurinë ndaj Zotit, respektin ndaj Zotit xhela wala. Dhe t'ja mësoj ai dhjetarëve të kuptojnë se ky Allah që na ka kriju nga hiçi është më e lehtë për Allahun, edhe pse s'ka për Allahun vështirë diçka, për të na ringjall neve ku do dalim nesër para Zotit xhela wala. Se i dhjetarët kanë thonë, si ka mundësi na më bë pluhur dhe hi, e Allahu më na ringjall. Allahu ka sjell argumente që për Allahun është më e lehtë ju kriju për çdo sa për herën e parë. Edhe për Allahun çdo gjë është e lehtë, s'ka vështirësi. Por argument logjik për të sfiduar ata të cilët e mohojnë ringjalljen dhe dalin para madhërisë së Zotit xhela wala. Atë kjo është krijuesi jon absolut suprem subhanahu wa taala, krijuesi i cilën duhet ta duam, ta njohim çysh e meriton ai me njoft Allahu azza wa jall. Allahu na mëson me jetu me emrat e tij të bukur, edhe na mëson që me njoft Allahun çysh e meriton ai xhela wala. Në takimin e ardhshëm, Zoti i mëshirë, alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذا الأذريمة إتاكويمتم الله عز وجل صلوات السلامة يا درغي محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira e Zotit xhelalu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara xhirues dhe xhiruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave
emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Ashtu siç ju kemi premtuar, do të mundohemi prej këtyre emrave të bukur me përzgjedh ndonjë emër që ka lidhshmëri ose indirekte ose direkte me këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe me plot të drejtë kemi zgjedhur një emër të radhës, i cili emër është nga emra ndoshta më të bukur të Allahut Azza wa Jall. Emër i cili na shton dashurinë ndaj Zotit dhe na kupton dhe na mundson me kuptu se Allahu nuk na ka pru në këtë dunja me na dënu. Allahu na ka pru në këtë dunja nga sa ai na do. Ai na fut në xhenet sepse ai na do. Për të arsye emri i radhës është emri i Allahut El Wadud, i dashuri. Do thot Allahu Azza wa Jall i don krijesat e tij nga se ai i ka kriju. Allahu i don pejgambert. Allahu i don ata të cilët i nënshtrohen Allahut Azza wa Jall. Allahu e do Xhibrilin. Dhe ta fitosh dashurinë e Allahut Azza wa Jall është një gjë dhe një çështje madhore. Emri i bukur i Allahut Azza wa Jall El Wadud është përmendur gjithsej në Kur'anin famlar vetëm 2 herë. Allahu tha për veten e tij: "Wa huwa al-Ghafurul Wadud." Zoti jot o Muhammed sallallahu alaihi wasallam është ai i cili fal shumë dhe është i dashur subhanahu wa taala. Pastaj Allahu tha: "Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud." Tha Allahu Azza wa Jall, pendohuni te Allahu Azza wa Jall dhe bëni istighfar, nga se Zoti xhallahu ala është Rahim, ai i cili është i mëshirshëm, edhe është El Wadud, edhe ju don juve. Besimtari vazhdimisht kujdeset me vepru gjëra, të cilat gjëra na bëjnë neve që na dojë neve Allahu Azza wa Jall. Subhanallahu, në këtë dunjë njerëzit për të hi dikujt në qef, për ta fituar respektin dhe dashurinë e dikujt, janë gjendje të çmos me bo. Mirë po, kur vjen pyetje, me pyet vetveten, a na don, a më do mua Allahu Azza wa Jall? Edhe a dua unë Allahun subhanahu wa taala? Islami nuk është me pretendime, nuk është vetëm me fjalë, por është me dëshmi. Andaj nuk mjafton të thuash e dua Allahun, mirë po punët nuk i ke ashtu siç don Allahu Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala e ka testuar dashurinë e njerëzve që kanë qenë më burra se na, kanë qenë më musliman se na, duke i sprovuar ata në këtë çështje dhe në këtë pikë. Allahu Azza wa Jall tha: "Qul in kuntum tuhibbun Allah." Thuaj të gjithë atyre që po thojnë e duam Allahun, nëse një mend e doni Zotin, fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasoni mua, pra pasoni sunetin e pejgamberit, nëse dëshironi t'ju doj Allahu, edhe më shumë se kaq. Wa yaghfir lakum dhunubakum, edhe t'u afal gjunat e juaja. Andaj a dëshiron agjëruese të doj Allahu Azza wa Jall, pasoje sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, jetësoje Ramazanin që ka jetësu i dërguar e Allahut. Nëse dëshiron me fitu dashurinë e Allahut edhe faljen e Zotit xhallahu ala. A dini çka do thot me dashur Allahu Azza wa Jall? Është një ndjenjë që nuk përshkruhet me fjalë. Është një ndjenjë që ngjall emocion në zemrën e agjëruesit dhe agjëruesës. Është një ndjenjë që është madhështore. E shijon vetëm ai që e përjeton. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam një hadith madhështor: "Idha habba Allahu Azza wa Jall fulan", nëse Allahu e do filanën, nada Xhibril, e thret Xhibrilin, edhe i thot: "O Xhibril, unë e du filanin, duaj edhe ti." Pastaj e do Xhibrilin filani. Pastaj Xhibrili thret melekët që janë mbi 7 kaçej, edhe thot: "Allahu e do filanin, Xhibrili e do filanin, duajeni edhe ju." E duan edhe melekët. Pastaj ato melekë që janë në tokë për kujdesen për robët e Allahut, edhe ato e duan. Pastaj edhe njerëzit, Allahu fut dashuri në mesin e njerëzve. Thot pejgamberi hatta yada'u Allahu Azza wa Jall fil ard qabul. Thot vazhdon kjo dashuri me mbretëru, me u fut në zemrat e krijesave, derisa Allahu të vendos pranim në tokë për filanin. Kush ta shohë për njerëzve, me njëherë i hin zemër. Kush takohet për herë parë me të, kur largohet nga takimi, thot, kisha dëshirë qef me nejt me filanin. Kam dëshirë ta takoj prap, kam dëshirë të flas me to prap. Edhe dikush e pyet, pse po e do filanin me takimin e parë?
prej nga kjo dashuri, vallahi thot nuk e dim, ka hyrë në zemrën më njëherë. Kjo është kur Allahu vendos kabul, pranim për dikën tokë, se e don ai i cili është mbi shtat ka qej subhanahu wa taala. A dëshiron Allahu me dasht, ka gjëra të ndëruar agjëruese që nëse na i veprojmë, Allahu na don. Për shembull, Allahu azza wa jalla thot: "Inna Allaha yuhibbul muhsinin." Allahu i don bamirësit. A dëshiron me fitu dashurinë e Allahut? Bëhu bamirës në këtë muaj të bamirësisë që pejgamberi sallam e ka shtu dozën e bamirësisë në këtë muaj të bamirësisë sallallahu alaihi wasallam. A dëshiron me fitu dashurinë e Allahut azza wa jall? Mundohu me u bë i devotshëm dhe këtë mundësi për të pajisur me devotshmëri e ke pikërisht në këtë muaj të bekum të Ramazanit. Zatën edhe realiteti dhe qëllimi final i agjërimit çka është? La'allakum tattaqun. Ju ka bërë obligim agjërimin që të bëni të devotshëm. E Allahu çka ka thonë? Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allahu i don njerëzit që janë të devotshëm. Shtoja kësaj inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu me të vërtet i pranon punë të mira për njerëzve të devotshëm. Pastaj nëse do me bë punë edhe më shumë se këto, ka edhe punë të tjera. Allahu azza wa jalla ka thënë inna Allaha yuhibbul mutatahhirin. Allahu i don ata që pastrohen fort. Që ndoshta pak kush prej neve e mban pastërtinë e tij trupore, higjienën e tij trupore. Pastrimi përfshihet apo është dy llojesh. E para është pastrimi esencial, mbrana në zemër. Me pa zemrën pastër nga shirku, kufri, urrëtia, xhelozia, menjëmallësia. E dyta është pastrimi i jashtëm, me qenë me abdes, me marr gusul kur është koha me marr gusul, me mbajt vetëm pas rrobat, vendi ku falesh. A dëshon të shtojmë edhe diçka më tjetër që ta fitosh dashurinë e Allahut, është edhe me u pendu fort te Allahu azza wa jall. Nëse Allah tha inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allahu azza wa jall i don ata që pendohen fort te Allahu azza wa jall. Jemi në muajin e pendimit. Ndëruara xhuza, nëse në Ramazan nuk pendohesh, pasha Zotin e çapës nuk e di kur ki mund si mu pendu. Shejtanat e prangosur, epshi dhe nefsi janë të kufizuar për shkak mungesës së ushqimit dhe pijes. Ata çka të pengon të thuash o Allah, u pendova te ti, falem te ti. Edhe një punë tjetër po e ceki që ka cek Allahu në Kur'an, për me fitu dashurinë e Allahut më lehtë, me qenë njeri i drejt. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allahu i do njerëz të drejt. Kur vjen koha me fol drejtën. Kur vjen koha me gjykon me drejtësi. Njëkohësisht këtë dashuri që e fiton në Ramazan, dashurinë e Allahut që nuk ka çmim kjo dashuri, mundet muslimani mas Ramazanit me hum këtë dashuri. Qysh ka mundsi me hum, me bu vepra që Allahu i urren, nuk i don. Për shembull, inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Allahu azza wa jalla nuk i do ata që bojnë fesad në tokë. Inna Allaha la yuhibbul musrifin. Allahu nuk i do ata që e teprojnë në shpenzim. Muslimani është i pasur, mirë po shpenzon me karar, nga se teprimi në shpenzim është kapërderdhje e pasurisë. Për të Allahu kur ka folë për robërit e tij të zgjedhur në surën Furqan ka thonë: "Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama." Robët e Allahut të devotshëm sinqert kur të japin sadaka apo kur shpenzojnë pasurinë, as nuk e shtrengojnë kopraca, as nuk e shkapërderdhin, janë mesatar në këtë punë. Sa Allahu ka thonë: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Na ju kemi bëu juve ummet mesatar. Pastaj në surën Isra, kur e ka përshkruar Zoti shejtanin e mallkum, çka ka thonë? "Wala tubadhir tabdhira, innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin." Dhe mos e shkapërderdh, mos e harxho pasurinë pa nevojë, në mënyrë banale, pa pas nevojë me tepruar shpenzim. Pse? Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Nga se tepruesit në shpenzim i ngjasojnë shejtanit të mallkuar, e di që shejtani është njeri që e ka refuzuar Allahun azza wa jall. Allahu nuk i don njerëzit zullumçar dhe përmes zullumit e hum dashurinë e Allahut ndaj teje. Inna Allaha la yuhibbu adh-dhalimin. Allahu nuk i don njerëzit e padrejt, edhe gjërat e tjera të cilat e zbehin edhe humbin dashurinë e Allahut azza wa jall. Andaj me neve
ishte emri i bukur i Allahut Azza wa Jall, El Wadud. Po para se me përmbyll këtë mision, mundohen njerëzit që adhuron idhuj me pretendu se i dojnë idhujt e tyre ma shumë se Zotin. Dhe Allahu ka demantu këtë çështje atyre në Surën Al-Baqara duke thonë: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Tha Allahu azza kapi njerëzve që marrin idhuj jashtë Allahut Azza wa Jall dhe pretendojnë se i dojnë. Mirë, po Allahu thotë mos harroni, walladhina amanu, ata që besojnë për neve si duhet Zotin, ashaddu hubban lillah. Ata duan Allahun më shumë se çdo gjë. Andaj për neve duhet me qenë më dashur çdo gjë që Allahu e don. Duhet t'i japim përparësi gjërave që i don Allahu, edhe të largohemi nga gjërat që i urren Allahu Azza wa Jall, po dëshëm me realizu jetën tonë praktike të përditshme edhe me jetësu këtë emër të bukur të Allahut Azza wa Jall, El Wadud, i dashuri, pra ai që i don robët e tij subhanahu wa taala. Elusim Allahun që Allahu të na mësoj me fitu dashurinë e tij në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe ta ruajmë dhe ta kultivojmë këtë dashuri derisa ta takojmë Allahun Azza wa Jall. Zoti dhe mësmiri, walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريم ذا الأفضريمات لتكوين بتم الله عز وجل صلوات والسلامات يدربه محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Jemi në emrin e radhës të Zotit xhallahu ala, i cili është emri El Ghani, që do thotë Allahu është i pasur. Pasuria e tij nuk ka fund, është e pashershme. Ky emër i bukur i Allahut Azza wa Jall është përmend hiç më pak se 18 herë në librin e Zotit xhallahu ala, për të treguar që Allahu është i pasur. Pasuria e Allahut Azza wa Jall nënkuptohet në disa aspekte. Aspekti i parë është se Allahu është i pavarur nga krijesat e tij. Allahu nuk ka nevojë për krijesat e tij. Krijesat kanë nevojë për Allahun Azza wa Jall, për rizkun e tij, ndihmën e tij, për kujdesin e tij subhanahu wa taala. Allahu është i pavarur nga krijesat e tij në çdo aspekt, qoftë në aspektin e adhurimit apo edhe aspekte tjera. Zoti xhallahu ala na është drejtuar në Kur'anin famlar dhe na ka thënë për këtë çështje: Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. O ju njerëz, ju jeni të varfër raport me Allahun Azza wa Jall. Allahu është ghani, është i pasur, edhe është vet i lavdëruar dhe i falendëruar subhanahu wa taala. Pra është drejtuar edhe idhujtarëve, edhe të mirëve, edhe të këqinjve, edhe besimtarëve që të gjithë ju krijesat e Allahut, o ju njerëz, keni nevojë për Allahun Azza wa Jall. Allahu nuk ka nevojë për ju, është i vet falendëruar dhe i pasur. Bila Allahu u ka thënë gjitha krijesave: in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Nëse ju bëni kufër, edhe gjithë krijesat që do të shkelin në rrugën toksor bëjnë kufër, ta dini që Allahu është ghani, është i pasur dhe hamid, i vet lavdëruar dhe i vet falendëruar. Që do thotë ibadeti jon, adhurimi jon nuk e pakson pushtetin e Allahut Azza wa Jall. Edhe nëse gjitha krijesat e adhurojnë Zotin, pushteti i Allahut mbetet i njëjtë, se është i pavarur për krijesat. Edhe nëse gjitha krijesat nuk e adhurojnë Zotin,
para pushteti Allahut nuk paksohet, as nuk shtohet, nga sa pushteti i tij nuk është i varur nga krijesat, qoftë adhurimi apo kundërshtimi i tyre. Allahu Azza wa Jall e ka bërë që varfëria e krijesave ndaj Zotit të jetë dy lloje. Varfëri e patjetërsueshme edhe varfëri e lavdëruar. Çka kemi për qëllim me varfëri të patjetërsueshme dhe varfëri të lavdëruar? Varfëria e patjetërsueshme është që krijesat nuk kanë mundësi as një minutë të jetojnë pa Allahun Azza wa Jall. Që do thotë, Allahu subhanahu wa taala po tua kishte bërë namazin krijesave, atë sa falesh, atë sa merr oksigjen, do të shihnin që xhamiat nuk do të nxinin njerëzit edhe në vakte. Do të shohim që njerëzit nuk do dalin prej xhamiave, nga se aq më shumë bien sejdë, ruku, falen, ushtohet doza e oksigjenit, apo ajrit, apo ujit, apo gjërave tjera. Andaj, kjo është varfëri e patjetërsueshme që krijesat ju kanë nështruar Zotit xhallahu ala. Pra nuk ka mundësi me ndryshu gjërat e cilat është e pamundur me i prek njerëz dhe me ndryshu, po janë, do thotë, çështje që i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, dhe këtu i nështrohen edhe të mirët, edhe të këqijt, edhe besimtarët, edhe idhëtarët dhe të tjerë. Varfëri e lavdruar është atëherë kur njëri e kupton që Allahu është një i pashoq, nuk ka të adhuruar me të drejtë pa Zotin xhallahu ala. Kjo është e kërkuar, por nuk e bojnë gjitha krijesat. Edhe në kuadër kësaj i nështrohet muslimani Allahut i bjen sejdë. Sado që ngritet në aspektin e dijes, pasurisë, pushtetit, për robi e shef veten e vet, duke qenë i mangët, nevojtar, i varfër, raport me Allahun Azza wa Jall. Andaj jeton duke qenë në robrimin e Zotit xhallahu ala, dhe duke dashur me marr epitetin rob i Allahut Azza wa Jall. Fjala rob këtë dunja, aspektin e njerëzve, është diçka e keqe e nënçmuar. Ti je rob i dikujt për krijesave, ti je momk i dikujt. Ndërsa raport me Zotin është krenari, ta merresh epitetin robi i Allahut Azza wa Jall dhe të dalësh para Allahut duke qenë robi i tij. Kjo është epiteti më i lartë. Dhe nuk është në çmim, por është privilegj i madh dhe respekt i madh që Allahu nuk ja humb, do thotë robët e tij, po nuk i jep edhe gjithkujt atë subhanahu wa taala. Elusim Allahun Azza që Allahut na mësoj ta kuptojmë që kemi nevojë vazhdimisht për Zotin. Pa Allahun jemi zero. Pa Allahun nuk mundemi me ecë përpara, as me jetu të lumtur, e leu mu me dalë faqebar para Atij xhallahu ala. Andaj Allahu nuk ka nevojë për ibadetin ton, Allahu nuk ka nevojë për agjërimin ton, nuk ka nevojë për sadakatul fitrin ton, zakatin ton. Ne jemi ata që kemi nevojë për këto ibadete, nga sa Allahu është El Ghani, është i pasur subhanahu wa ta'ala dhe i pavarur prej krijesave të tij. Elusë Allahun që Allahu na pranoj agjërimin dhe ibadetet e tjera gjatë muajit bekur Ramazan, na mësoj të dalemi faqebar nga Ramazani dhe të falim nga gjunahet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذا لافدريمت إتاكوين vetëm Allahut Azza wa Jall salavat dhe salamat i dërguar Muhammedit alayhi salatu wassalam paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të familjen e tij, shokët e tij sinqert besnikë dhe mbi të gjitha ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara xhirues dhe xhiruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Jemi në një emër tjetër të radhës, emër tjetër i bukur, i cili emër është Es-Selam, që do thotë paqedhënësi, apo i patmeta është Allahu Azza wa Jall.
Për atë arsye, edhe kjo fe e bukur ka ardhur me mbjell paqe në mesin e krijesave. Edhe ka emrin Islam. Es-Salam është një nga emrat e bukur të Allahut Azza wa Jalla dhe është cek vetëm një herë në Kur'anin famlar, në surën Hashr. Ndërsa në sunet është cek diku rreth 7 herë. Alayhi salatu wa salam ka thënë: Es-Salam ismun min asma'illah fa afshuhu bainakum ose fafshuhu bainakum. Emri Es-Salam është një nga emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Përhapeni selamin mesin tuaj. Na imi njerëz dhe kanë herë kemi plasaritje, kemi keq kuptime. Islami kalon elemente, të cilat elemente na afrojnë neve me njëri tjetrin. Elemente që na shtyn neve me e respektuar njëri tjetrin edhe me i largu pengesat. I dërguar Allahu ka cek disa elemente, prej tyre ka thonën të hadu të habu. Shkëmbeni hedije, shtoni dashurinë. Edhe njëra prej tjetrës ka thonë: Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Apo doni më u kallëzu një element që nëse e përhapni në mesin tuaj, keni me dash njëri tjetrin. I thanë: Po ja Rasulullah, fa afshu salama bainakum. Përhapeni selamin në mesin tuaj. Es-salam është emër nga emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Të nderuara xhirues dhe xhiruese, Allahu e ka lidh këtë emër edhe me namaz. Me këtë emër jetojmë na. Me këtë emër dhe në gjykimit kemi me përjetu të mira nga Allahu Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala na ka mësu me përmend selamin edhe në namaz 24 orë sa falemi, spaku, namazet farze, po dhe sunete, edhe ditën e gjykimit. Për shembull, momentin që na përfundojmë 2 rekat namazin që është 2 rekat, 4 rekat namazin që është 4 rekat, 3 rekat namazin që është 3 rekat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. E fillojmë me selam, edhe e kthejmë kokën në namajt. Pastaj çka thojmë? E thojmë atë fjalë që do t'ja thojmë nesër Allahu ta zolon xhenet inshallah. Cila është ajo fjalë? Allahumma anta as-salamu wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Allahu ku ti përshëndete banorët e xhenetit, çka i thot? Assalamu alaikum ya ahlal janna. Paqja dhe mëshira Allahu qof mbi ju, o ju banorët e xhenetit. Atë të gjithë njerëzit do të thonë: Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. O Allah, ti je selami, patmeta, paqja je. Prej teje vjen paqja. Tabarak, ti latmadhruar je dhe nderuar je, o Zoti i Madhëshëm subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu ka treguar që kur të hyjnë banorët e xhenetit, do të thonë me lajket: Salamun aleikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar. Paqja dhe mëshira Allahu qof mbi juve, o ju banorët e xhenetit. Sa vend qëndrimi i bukur është xheneti për juve. Tahiyyatuhum fiha salam. Përshëndetja e banorëve të xhenetit, me rojet e xhenetit do të jetë fjala selam, nga se kanë jetuar me paqe dhe me selam sa kanë qëndruar në fenë Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu ura siratit është një moment i vështirë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në ato çaste dhe momente e shikon umetin e vet duke kaluar me vështirësi urën e siratit, edhe e çon kokën lart dhe thot: Allahumma sallim sallim. O Allah, paqe, paqe, shpëtim për umetin tëm. Lutet dhe bën dua. Alayhi salatu wasalam tek Allahu Azza wa Jalla, i cili ka emrin Es-Salam. Gjithashtu selami është një argument që na kur takojmë me njëri tjetrin, kur t'i japim selam, çka thojmë? Assalamu aleikum. Paqja dhe mëshira Allahu qof mbi ty, o vllau jem, ose o motra ime. Me këtë na i japim 2 garancione. Para është e hapim zemrën për njëri tjetrin. Ja duam njëri tjetrit paqe, selame. E dyta është që nga une nuk kemë pas sherr. Përderisa une filloj me dhon selam, dije që pime kemë pas vesh paqe. Për atë arsye ka thonë alayhi salatu wasalam: El muslimu men salima al muslimuna min lisani wa yadihi. Muslimani vërtet është ai i cili muslimanët janë të qetë, kanë paqe nga gjua e tij edhe nga duart e tij. Nëse s'mundesh dikujt mi bë, do thot mirë, me duart tua, me gjuhën tënde, spaku, mos i dëmto, edhe mos i bën sherr, edhe dëm krijesave të Allahut Azza wa Jall. Andaj Islami ka ardhur me këto mësime nga Allahu Azza wa Jall, i cili ka emrin Es-Salam. Edhe Islami është paqe
edhe synon me mbjell paqe, dashuri, respekt, mirëqenie mesin e krijesave të Allahut Azza wa Jall, njerëzve dhe gjinat. Por jo njerëzit ata të cilët nganjëherë me ofurinë e tyre, pa pjekurinë e tyre, bëjnë vepra dhe gjeste të cilat nuk i kanë hije muslimanit e aq pak Islamin fesë Allahut Azza wa Jall. Andaj Islami ka ardhur me mbjell paqe mesin e njerëzve, me rujt qetësinë mesin e njerëzve, e jo me bo dëme edhe me bo sherrë. E lusmi Allah në zëllë që Allahut na mësoj me jetu me këtë emër të Allahut Azza wa Jall, na mësoj ta promovojmë paqen për të tregu se kjo feja është feja e paqes, nga se ka ardhur nga një Zot i cili është i përkryer, edhe nga i cili do thotë vjen vetëm paqja, nga një Zot i cili është i patmeta es-salam subhanahu wa ta'ala. Zotit i masmiri, walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمة الأفدريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات والسلامات يدرقوين محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjëruese, jemi në ciklin e gjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Jemi në emrin e radhës të Zotit xhallahu ala, i cili emër është përmendur gjithsej 3 vende në Kur'anin famlar. Është fjala për emrin e Allahut El-Qarib, që do thotë i afërti. Allahu Azza wa Jall është i afërt me robën e tij në 2 aspekte, apo me krijesat e tij. Aspekti i parë është qaribun am edhe qaribun khas, që do thotë në gjuhën shqipe, do thotë i afërt i përgjithshëm, që afërsia e përgjithshme, edhe i afërt i veçantë. Që do thotë i afërt i përgjithshëm, Allahu Azza wa Jall është afër gjitha krijesave, që do thotë me dijen e tij është me ta. Dhe ata nuk kanë mundësi të flasin diçka, të veprojnë diçka e që Allahu mos ta di atë. Ndërsa qurbun khas i afërt apo afërsia e veçantë e Allahut Azza wa Jall është ajo afërsi që Allahu e ka me robët e tij sinqert, kur ata i luten, kur ata kanë nevojë për të. Për të arsye, Allahu tha për Musa alayhis salam, apo i tha Harunit dhe Musait, inni ma'akuma asma'u wa ara, unë jam me juve, ju dëgjoj, edhe thot ju sheh Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka pa disa njerëz duke lut Zotin me Zot lart. Edhe i tha ja ju nas rubu'u ala anfusikum. O ju njerëz, keni rahmet për veten tuaj. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiban. Nga sa ju nuk jeni duke lut një Zot që është shurmëmec edhe nuk është prezent, është larg. Innakum tad'una samian qariban mujiba. Ju jeni duke lut një Zot i cili dëgjon, i cili është afër juve, edhe i cili i përgjigjet lutjet se atij që i lutet. Për të arsye në një transmetim tjetër ka thonën, ju jeni duke lutur Allahun Azza wa Jall dhe ai është më afër, do thotë juve, se sa ju tek litari i devës tuaj. Ai Allahu është afër, nuk ka nevojë me ngrit zërin, nuk ka nevojë me bërtit. Për të arsye Allahu tha ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Lutani Allahun duke qenë të përulur edhe me Zot ult, nga sa Allahu nuk i do ata që e lusin Allahun me Zot ult. Është muaj i duas, është muaj i lutjes. Ta lusim Allahun Azza wa Jall, nga se çu ka ardhur në hadith vërtet, thalathu da'awatin la turad, 3 dua nuk thën mbrapa. Njëra prej tyre është duaja kur i agjëruesi e qel momentin iftarin e tij.
Duaja kur njeriu është agjërueshëm, nuk kthehet brapa. Andaj luta Allahun azza wa jall, nuk ka nevojë për ndërmjetësues. Mjafton me i lëviz buzët dhe me lut Zotin me sinqeritet. Nga sa Allahu ka thënë në mes të ajeteve të agjerimit: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kur robërit e mi të pyesin, nuk tha thuaju kul, po tha unë jam afër, qarib, shumë afër. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, i përgjigjem lutjes së atij që më lutet. Falyastajibu li, le të më përgjigjen mua, dëgjojnë, le të më besojnë mua që të jenë të udhëzuar njëmë në rrugën e Allahut azza wa jall. Rëndësia Allahu ka premtuar ud'u rabbakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahu ka thënë lutuni mua, unë u apranoj lutjen. Ata lutja është ibadet i zemrës. Është adhurim që robi ja bën krijuesit i xhelalu ala. Luta Allahun azza wa jall. Allahu me dinet i absolut është afër teje. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, ka thënë Allahu azza wa jall. Unë jam afër robit tan, më afër se sa damari i tij i qafës. Allahu është afër teje me dinet i absolute. Ai din çka përshpëritet e gjuks jot. Ai din çfarë derti ki. Nuk ka nevojë me bërtit, nuk ka nevojë njerëzit me ta ditë hallin. Mjafton Allahu me dëgju përshpëritjen tonde, edhe thirrjen tonde. Thira Allahun azza wa jall se ky emër i bukur do të melon gjurmë në jetën tonë. Prej gjurmëve që duhet milon është sa hartë kemi nevojë na, pa kuni far turpi për Allahun, me lyp Allahun azza wa jall, me i kërku atij. Ai nuk mërzitet nga kërkesat tona, çu bën njerëzit. Ai e dëgjon lutjet dhe kërkesat tona, është afër neje subhanahu wa taala. Nuk ka nevojë me bërtit, nuk ka nevojë me i tregu tjerëve. Mjafton të vetmohesh edhe ta thrasësh atë që është afër teje, atë që i dëgjon lutjet tua edhe i përgjigjet kërkesave dhe lutjeve tua. Andaj të gjitha kërkesat që i kemi pas brenda vitit, të gjitha hallet dertet, që ndoshta na ka pengu dunjaja, ti përthekojmë apo ti ja paraqesim Allahut azza wa jall, e kemi shansin që këtë muaj të bekojmë agjërues, momentin e çeljes së iftarit, momentin e namazit natës, momentin kohën e syfyrit, t'ja paraqesim atij që është Semiun qarib, është dëgjues edhe është afër subhanahu wa taala. Interesant Zoti emrin e tij qarib, ose e ka parapri me një emër tjetër, ose e ka përfunduar me emër tjetër. Për shembull, ka ardhur innehu semiun qarib. Allahu është dëgjues edhe është afër. Që do thotë ta dëgjon lutjen edhe është afër teje. E dyta, ka ardhur innehu qaribun mujib. Allahu është afër teje edhe i përgjigjet lutjes së robit vet. El mujib është prej emrave të bukur të Allahut, që do flasim për të. Andaj ka dashur me tregu që edhe dëgjon, edhe është afër teje, edhe të përgjigjet. Vesh mjafton ti me i qel bust edhe me e përsërit, apo me këmbgul në dua edhe të lutjen tonde. Që për atë arsye ka thonë pejgamberi, luteni Allahun duke qenë të bindur që Allahu ju dëgjon, ju përgjigjet. Luta Allahun sikurse ai fëmiu i cili e lut prindin e vet, do thotë me i dhon diçka. Na mjafton me i lëviz buzët, me qenë sinqert, edhe Allahu i përgjigjet lutjeve tona. Lutem Allahun azza wa jall që brenga dhe dertet që i kemi, na mësoj Allahu që t'ia paraqesim atij në këtë muaj të pranimit të duave dhe lutjeve, nga se pranimi Ramazani është me plot kuptimin e fjalës muaj i lutjeve. Dhe kemi një Zot që është afër neve, i dëgjon lutjet tona, dhe kemi një Zot i cili është mujibu da'wat, përgjigjes i lutjeve, nga se kështu ai na ka premtuar. Lutuni mua, unë ju përgjigjem lutjeve. Andaj shpeshtoj agjëruese duat në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe në takimin e ardhshëm, e lutem Allahun të na pranojë lutjet tona dhe të na mundsoj të lutemi atij sa më shumë subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلنريم ذي الأضريمة تتعكوين بتم الله عز وجل صلوات والسلامات يدرغ محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës, tek cikli ligjëratave emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Jemi në emrin e radhës të bukur të Zotit xhallahu ala El Hayy, që do thotë në gjuhën shqipe i turpshëm. Allahu azza wa jall turprohet ashtu siç i takon lartë madhërisë e tij subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka folur në hadithet e tij për këtë emër, për të na treguar që njëri prej emrave të Allahut azza wa jall është edhe ky emër i bukur, ashtu siç i takon lartë madhërisë e tij subhanahu wa ta'ala. Për atë arsye, ka në hadith vërtet se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: Inna rabbakum hayyun Kerim, me të vërtet Zoti juaj, o ju njerëz, është i turshëm, është bujar, yastahyi min al-abd idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra ose khaibatayn. Allahu turprohet nga robi i tij, kur robi i çon durt lart për me lut Allahun azza wa jall. Allahu turprohet me ja kthy durt bosh ose an yaruddahuma sifra, me ja kthy durt zero, thot pa përgjigje, pa gjavab. Andaj kjo Zoti jon turprohet lartmadhëria e tij xhallahu ala, nga kjo krijes njëri një pllum tok. Për të arsye, thot Yahya ibn Muadh, është për të çuditur me Allahun azza wa jall, i cili është i lartmadhëruar dhe i patmeta, kur robi i kërkon diçka, Allahut i vije turp me ja kthy përgjigjen bosh. Zakonisht në jetën e përditshme, ai që kërkon prej dikujt duhet me undi i turprum, e jo ai që jep me undi i turprum. Me Allahun azza wa jall është ndryshe. Allahu turprohet kur ti agjërues agjëruese i kërkon Zotit xhallahu ala, ose në çastet e iftarit, ose në çastet e syfyrit, apo në gjatë ditës kur i agjëru shumë. Nëse i lyp diçka Allahut, me sinqeritet, Allahu turprohet me t'i kthy duart bosh, Allahu turprohet mos me ta kthy përgjigjen. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Inna Allaha azza wa jall hayyun sittir yuhibbu al-haya was-sitr. Allahu azza wa jall me vërtet është i turshëm, edhe është mbulues. Allahu e do turpin, edhe do mbulesën. Që do thotë, duhet edhe ne të stolisemi me këtë cilësi, me këtë veti të turpit. S'parit kemi turp, raport me Zotin xhallahu ala, para se gjithash, para çdo gjëje raport me Allahun azza wa jall. Për atë arsye, Ibn Kaimi rahimahullah ka thonë, ai i cili turprohet para Allahut azza wa jall në këtë dunja, gjatë kryes mëkatit, ose para se me kry mëkat, Allahu ka më turpru ditën e gjykimit që këtë person me dënu. Nëse ai i cili nuk turprohet para Allahut edhe kryen mëkate, pa pik turpi edhe krenohet para njerëzve, Allahu azza wa jall nuk ka më turpru ditën e gjykimit me kurit para krijesave, edhe me dënu. Fudhal ibn Iyadhi, ky dietar i madh, nga turpi i madh që e ka pas për Allahun azza wa jall, treguar se ditën gjigante të Arafatit që Allahu falat ditë shumë robët e tij, liron nga zjarmi i xhehenemit, e kanë pa njerëzit tërë ditën duke qajt. Kur është afru perëndimi i diellit, i kanë thonë: O hoxh, o dietar, përse nuk lutesh, është dita pranimit të lutjeve, pse tërë ditën vetëm të shohim duke qajt? Tha pasha Allahun, po turprohen para Zotit, po vjen mbarë me çu kokën lart edhe me i lyp Zotit diçka, për shkak të metave të shumta që i kom, edhe për shkak dobësive që i kom, raport me krijuesin e gjithësisë. Të parët tonë ju në turpru para madhërisë së Allahut azza wa jall, momente kur ju kanë afru bashkëshortëve të tyre,
momentet kur kanë shku me u pastru, për shkak se ata kanë ditë që para njerëzve ruhen, turprohen, mirë po kanë llogari që nëse njerëzit nuk e shohin, ata dinë që shikimi të Allahut nuk ka mundësi me ikë. Andaj u turpru dhe kanë thonë që më parsorë është të turprohemi nga Allahu, e pastaj të turprohemi edhe nga njerëzit. Njerëzit më të këqij janë ata të cilët nuk turprohen nga Zoti, as kur kryjnë gjuna, po edhe kur çuan mëngjes e tregojnë gjunaj dhe krenohen para krijesave. Për arsye ka thonë pejgamberi kullu ummeti muafa. I gjithë ummeti jam që pendohet, Allah ja pranon pendimet dhe ja fal gjunajin. Përveç një grupi njerëzve ata që bojnë gjuna natën. Allahu i ka mbulu për ata çuan mëngjes edhe pa pikë turpi, krenohen para krijesave për gjunahin që e bojnë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka thonë shokëve të tij, o ju shokë të mi, istahju min Allahi haqqa al-haya. Turproni para Allahut me jetë turp, qyshe me jeton Zoti me u turpru për ti. I kanë thonë shokët, ja Rasulullah, nahnu nastahyi min Allah, alhamdulillah. Na turprohemi prej Zotit, alhamdulillah, ta till jemi. Pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk është ai turp që ju po e kuptoni dhe po pretendoni se jeni të atill. Turpi real ndaj Zotit është me rujt kokën edhe çka ka rreth saj. Qysh me rujt kokën? Me u turpru duke di që Allah e din çka mendon, edhe mos me mendu keq, me tar turpi i Zotit me mendu keq. Me dëgju, mos me dëgju gjëra turpshme se vjen turpi i Zotit. Mos me shiku gjëra turpshme se vjen turpi i Zotit. Mos me fol gjëra turpshme se vjen turpi i Zotit. E dyta ka thonën me rujt barkën dhe çka ka përreth tij. Mos me hungër gjëra që Allahu i ka ndaluar me tar turp prej Zotit. Mos me pi gjëra që Allahu i ka ndaluar. Këto me bëu prej turpi nga Allahu azza wa jall. Pastaj përfshin edhe organet gjinitale që mos me i përdor aty ku Zoti nuk është i kënaqur. Pse me bëu këto? Për shkak se vjen turp edhe marrë nga Allahu azza wa jall. Pastaj tha pejgamberi sallam me lon dunjan dhe me synu ahiretin. Kjo është turp prej Allahu azza wa jall. Dhe të pastaj tha, ai i cili turprohet këtë formë ndaj Zotit, faqad istahya min Allahi haqqa al-haya. Ai me të vërtet është turpru një mend që duhet ndaj Zotit, ashtu siç e meriton Allahu me turpru prej tij. Allahu turprohet prej neve, përkundër gjunave që i kena. Turprohet prej neve me na kthy durt bosh. Njerëzit raport me Zotin, se përket turpit ndahen disa lloje. Lloji i parë i njerëzve është i keq. I dyti është i mirë dhe ndoshta shumica e neve jemi këtu, ndërsa i treti është kajmaku dhe kulminacioni i turpit. Lloji i parë i njerëzve është s'kam pik turpi, bojnë gjunahe, krenohen me to. Allahu me këta ditën e gjykimit nuk ka me u turpru fare, ka me i turpru para krijesave dhe ka me i dënu xhelalu ala. Për të arsye ka thonë pejgamberi inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Ato që kanë arrit njerëzit nga fjalët e para pejgamberëve të Allahut është nëse s'ki turp, bën çfarë dush. Për shkak të arsye ka thonë pejgamberi el-haya'u min al-iman. Turpi është prej imanit. Shumë njerëz anojnë ka gjunat, po turprohen me i bua ato nga Allahu azza wa jall. Lloji i dytë është që shumica e njerëzve janë këtë lloj, nuk bojnë gjunahe, e ndini far turpi ndaj Zotit, po jo sa duhet, po tutën me bojë gjunahe, sa Allahu pi turpron këtë botë dhe botën tjetër. Edhe kjo është e mirë. Do të thotë këtë grup jemi krejt, këtë shumica e neve si musliman, se agjëruese. Ndërsa kajmaku i tretë është turpi i vërtet, raport me Zotin që e kanë pas pejgamberët, sahabët e të parë tonë. Cili është ai i kom këtë mundësit me i bojë gjunahet. E pëshim thirr me bojë gjunahet. Ama nuk e bojë gjunahin, vetëm u rujt nga dënimi i Zotit. Vetëm u rujt mos halbet Zoti po më turpron dunja dhe në ahiret. Po e bëj se nuk muj me bo ball. As këtë botë, as botën tjetër, me bo këtë bojë gjunahin. E me pa Allahu, ose me i dalë Zotit me këtë gjunat për gjykimit. Ky turp është ai kulminacioni që kërkohet me pas robi karshi Allahut azza wa jall. Andaj na duhet të turprohemi që Allahu turprohet prej neve përkundër gjunave tona edhe të metave që i kena. Andaj turproni ndaj Allahut
me turpin që e meriton Allahu na më u turpru për ti, nëse doni Allahu më u turpru me na dunu nesër dhe gjykimit, apo me na shpalos neve publik mëkatet dhe gjunahet tona. Ky është emri i Allahut El Hayy, i turpshëm, ashtu si i takon lartëmadhërisë të tij subhanahu wa taala. Dhe në takimin e ardhshëm, Allahu pranoftë ibadetet gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe u lehtësoft agjërimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمت dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe salamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli I ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Me lejen e Zotit xhallahu ala, sot para jush I kemi dy emra të bukur të Allahut Azza wa Jall. Emra të cilët duken të njëjtë, por ka dallim mes tyre. Është fjala për emrin e Allahut Azza wa Jall El Ghafur, edhe emri I tij të përafërt me El Ghafur El Ghaffar. Emri El Ghafur në gjuhën shqipe do thot ai që fal, falësi, ndërsa El Ghaffar ai që fal shumë. Emri El Ghafur është përmendur në Kur'an gjithsej 91 herë, ndërsa emri El Ghaffar është përmendur gjithsej në Kur'an 5 herë. Dhe normalisht njerëzit pyesin se ku është dallimi mes emrit Ghafur, falës, edhe Ghaffar, falës I shumt. Në shikim të parë mund ta kuptojmë edhe nga përkthimi I thjeshtë se El Ghafur, kanë thonë ulemaja, është ai I cili e fal mëkatin në tërësi. Do thot, o Allah, ma fal ke gjuna, e fal ke gjunain. Ndërsa El Ghaffar është Allahu Azza wa Jall ai I cili fal gjuna shumë, pa kufi subhanahu wa ta'ala. Andaj bën dua që Allahu më ta fal një gjuna të caktuar, por për shkak sinqeritetit që e ki, të përfshin edhe emri Allahut përveç El Ghafur edhe Ghaffar, të fal edhe gjunohe të tjera subhanahu wa ta'ala, nga se ai është që fal shumë azza wa Jall. Këta emra tham janë cekur në Kur'anin famlart. Argument ka thënë Allahu azza wa Jall, nebbi ibadi anni ana El Ghafurur Rahim. Lajmëroj robët e mi se unë jam ai I cili Ghafur, do thot jam ai I cili I fal gjunohet edhe jam I mëshirshëm. Ndërsa emri Ghaffar është përmendur thamë edhe 5 herë në Kur'an. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Fa Allahu Azza wa Jall, unë ja fali gjunohet le Ghaffar shumë atyre që pendohen fort, besojnë Allahun Azza wa Jall edhe pastaj qëndrojnë stoik në binaret islame, në rrugën e drejtë, rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këta dy emra të bukur të Allahut Azza wa Jall, pra janë cekur në Kur'anin famlar, sidomos emri Ghafur, falës I mëkateve, mbi 90 herë për të treguar se Zoti xhallahu ala është ai I cili na mëshiron, është ai I cili na thret mu pendu, është ai I cili përkundër gjunave të shumta që I kena na fal,
është ai i cili na mbulon tmetat, është ai i cili shpeshher na fal gjunohe me gjëra thjeshta, me thonë astaghfirullah, pastaj me marr abdes, do thotë kalon shumë elemente, përmes të cilave elemente Allahu azza wa jall ose na fal në gjuna të caktuar, ose na fal gjunat në tursi. Normalisht besimi i drejtë në këta emra të Allahut azza wa jall, si duhet na bën neve që me do Zotin xhelalu ala. Si mos ta duam Allahun të ndëruar agjëruese, kur Allahu përkundër gjunave që i kena na ka mundsuar me qenë prezent në këtë muaj të faljes. Nga se njëri prej kuptimeve madhore të Ramazanit është muaji i faljes. Dhe për të arritur këtë falje, kanë thonë ulemaja, duhet patjetër, do thotë, me i bë krejt punët me sinqeritet edhe me synu faljen e Allahut azza wa jall. Nga se nëse në Ramazan nuk e arrim faljen e Zotit, unë nuk di kur kena me arrit faljen e Zotit. Ramazan janë këtë elementet përbërësi që na shtyn neve që të jemi më afër faljes së Zotit. Shejtanat janë të prangosur. Elementet epshi, nefsi janë të dobësuar, se jemi ditën agjërueshëm, jemi ditën pa ushqim, pa pije. Organizmi është i fokusuar në gjëra tjera. Dhe metoda dhe etja për gjunoje është ma azbet, edhe ma vogël për shkak se elementet që e shtyn këtë çështje janë të prangosur, siç është çështja e shejtanëve të turbuar në muajin e bekuar të Ramazanit. Andaj këta dy emra të bukur të Allahut azza wa jall, El Ghafur dhe El Ghaffar, na japin me kuptu që e kemi një Zot i cili përkundër gjunave të shumta na fal. Bile falja ati është e madhe subhanahu wa taala. Falja ati është gjigante ditën e Arafatit. Falja ati është gjigante çdo natë të Ramazanit. Allahu liron rob nga zjarmi i xhenemit. Në këtë natë është një natë që man hurima khayraha faqad hurim. Ai i cili privohet nga mirësitë e kësaj nate, dhe mirësia më e madhe është Allahu më të fal. Është privuar nga gjitha mirësitë. Andaj le të mundohemi që të jetojmë me këta emra të bukur, edhe të shtojmë elementin e dytë, dozën e taubes dhe pendimit. Dëbimi istighfar, ta lusmi Allahun se ajo është Ghafur, se ajo është Ghaffar subhanahu wa ta'ala. E lusmi Allahun azza wa jalla që Allahu na fal gjunat tona, na bëj për atyre që bëjnë istighfar shpeshherë, sidomos në këtë muajin e kërkim faljes, edhe në këtë muaj të faljes së Allahut azza wa jalla. Allahu na mëson me arrit faljen e tij, edhe me dal nga ky muaj i bekuar i Ramazanit të falur nga gjunohet. Nga se nëse Allahu na fal, kuptohet na për xheneti Allahut azza wa jall. Dhe takimin e ardhshëm, Zoti të mëshirë, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falendrimet dhe ladhrimet i takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Salavatet dhe salamat i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnikë dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Jemi edhe në emrin e radhës të bukur të Zotit xhallahu ala, i cili emër është El Hamid, mirënjohësi, ai i cili i falenderon robërit e vet për punët e mira që i bojnë. Ky emër i Allahut azza wa jall është sekur dhe ka ardhur në Kur'anin famlar,
rreth 17 herë për të treguar që Zoti xhallahu ala është ky Zot i patmeta dhe ky Zot është ai i cili i falendron krijesat e tij për punën që ata bojnë. Ibadetet që na i bojmë të ndëruara xhirues dhe xhiruese, Ramazanit dhe jashtë Ramazanit, i bojmë për veten tonë. Allahu nuk ka nevojë për to. Megjithatë, Allahu shpërblen edhe shumë fishon shpërblime për shkak se është El Hamid. Allahu Azza wa Jall, edhe nëse këto krijesat nuk e adhurojnë Zotin, ai prap mbetet i vetë falendëruar. Edhe nëse krijesa njeri apo edhe xhinët nuk e madhrojnë Allahun, nuk e falenderojnë Allahun, Allahu ka krijesa tjera që e madhrojnë Zotin xhallahu ala. Për të arsye Allahu tha: "Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Nuk ka krijesë që nuk e madhron Allahun azza wa jall. Edhe nuk e falenderon Allahun azza wa jall, por ju nuk e kuptoni falenderimin edhe madhrimin që ato krijesa ja bojnë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj Allahu ka melejke, të cilat melejke e falenderojnë këtë të lavdruar, këtë të vetë falenderuar Allahun azza wa jall El Hamid. Për arsye melejket i thënë Allahu azza wa jall: "Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Na ty të madhrojmë, të bëjmë tasbih, të lavdrojmë edhe të lartësojmë ashtu siç e meriton ti, o Zoti jon. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlart, hiç më pak se 17 sure i ka filluar me hamd, për të treguar që ai është i vetë falendëruar Allahu azza wa jall. Allahu e ka bërë farz namaz që ta lexojmë surën El-Fatiha më spaku 17 herë brenda 24 orëve apo brenda namazeve farzeve. E fillojmë namazin me Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut azza wa jall, Zotit të gjithë botrave. Për të realizuar ky falënderim, ky hamd, kjo mirënjohje ndaj Allahut azza wa jall, duhet patjetër me i plotësu 3 kushte. Kushti i parë është me qenë kjo mirënjohje spaku nga brendësia, kushti i parë nga zemra. Me qenë mirënjohës ndaj Allahut nga zemra apo thellësia e zemrës. E dyta, me qenë mirënjohës ndaj Allahut përpas me zemër, me gjuhë, me shpreh mirënjohje ndaj Allahut azza wa jall. Se ka thonë pejgamberi, Allahu dëshiron nga robi i tij që me falendëruar Zotin, kur ha ushqim, me thonë elhamdulillah, kur pe, me thonë elhamdulillah, thjesht jeta e robit, me qenë lidhur me hamdin, me njohjen, falenderimin ndaj Allahut azza wa jall, kur vesh një rrobë të re, kur zbat diçka, krejt jeta e muslimanit, me qenë me elhamdulillah, edhe kur bjerë me flajt, bismika Allahumma amutu wa ahya, me emrin tonë Allahu unë bie dhe do thot vdes edhe ngjallem, ose kur zuhet nga xhume elhamdulillahi alladhi ahyani ba'da matani wa ilayhi nushur. Falënderimi i takon Allahut që më ngjalli pasi që isha i vdekur, tek ajo është kthimi. Pastaj kur ndodh ndonjë mirësi, me thon elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Falënderimi dhe lavdi takoft atij që me madhështinë e tij, me dhuntitë e tij plotësohen mirësitë. Thjesht e tërë jeta jon me qenë lidhur me elhamdulillah, me hamd, nga se njëri nga emrat e bukur të Allahut për të cilën jemi duke folur është emri i Allahut El Hamid, që është i lavdruar, i vetë lavdruar, edhe është mirënjohës Allahu azza wa jall. Zoti xhallahu ala ka kërkuar që mos të jemi vetëm mirënjohës ndaj Zotit, por të jemi edhe mirënjohës ndaj krijesave të Zotit kur dikush na bën një punë të mirë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Men lam yashkuri an-nasa lam yashkuri Allah." Ai që nuk i falenderon njerëzit, se s'ka arrit me falendëru Zotin, s'ka arrit me qenë mirënjohës ndaj Allahut. "Men lam yashkuri al-qalila lam yashkuri al-kathir." Ai që nuk din me qenë mirënjohës për diçka që ka shumë, fiton shumë, s'di me qenë mirënjohës ndaj asaj që është e pakët. Pra me qenë mirënjohës ndaj Allahut azza wa jall, po kërkohet me qenë edhe mirënjohës ndaj njerëzit, ndaj njerëzve. Pra të arsye ka thonë se kush ja bën një punë të mirë, kthejani me atë mas që ai ja ka bën. Nëse s'keni mundësi, bëni dua te Allahu azza wa jall derisa të mendoni që ja keni dhënë hakun e të mirës që u ka bërë personi. Ky emri Allahu azza wa jall
na shton vullnetin me bua dhe më shumë të mira. Se Zoti që ka mirënjohës për të mira që i bojmë na, edhe pse ato në interesin ton, e as pak në interesin e Allahut azza wa jall. Gjithashtu na shton dashurinë ndaj Zotit kjo emër. Na bën ta duam Allahun azza wa jall, që Allahu që ka mirënjohës me neve me punën e pak që na bojmë. Dhe nëse arrijmë me qenë mirënjohës ndaj Zotit, edhe falendërues, që tha Zoti la in shakartum la azidannakum. Nëse jeni mirënjohës për një me, Allahu thotë unë u ashtoj juve të mirat. Elusim Allahun që ta përjetojmë këtë emër, këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të jemi mirënjohës ndaj njëri tjetrit, ta duam njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin dhe kështu të dalëmi para Allahut faqebartë. Në takimin e ardhshëm, Zoti të mëshirë, alhamdulillahi rabbil alamin.